Lazeri nuk më dha rezultat. Sa herë kemi dëgjuar këtë fjalë nga shumë vajza, por a është gjithmonë faji i lazerit? Në fakt, jo gjithmonë. Lazeri funksionon vetëm kur ndiqen me përpikmëri disa protokolle shumë të rëndësishme. Hapi i parë. Qimja duhet të depilon 24 orë përpara me brisk në mënyrë që mos të jetë e dukshme mbi lëkurë. Vetëm kështu lazeri arrin të godas folikun e qimes aty ku duhet. Hapi i dytë është ai ndërmjet seancave. Qimet nuk duhen prekur me brisk, pincet ose me metoda të tjera. Kjo ndalon efektin e lazerit dhe rikthen procesin në fillim. Kalojmë tek hapi i tretë, rregullësia e seancave. Seancat duhet të kryhen çdo 4 javë në mënyrë që qimet të bien gradualisht. Nëse e vononi, cikli i tyre rifillon dhe rezultatet humbasin. Kalojmë tek hapi i fundit, por jo ngarecia. Mirëmbajtja. Pasi kemi përfunduar me ciklin e plot, kalojmë te seancat e mirëmbajtjes, të cilat janë të personalizuara sipas lëkurës suaj dhe qimeve. Kur ndiqen këto hapa me kujdes, lazeri jep rezultate të mrekullueshme. Ndiqni këto këshilla dhe ju falenderoni më vonë. Për më tepër, ju mirpresim për një konsult falas tek Y Dental Aesthetic.